Dhe jemi rikthyer në Shizonerin në Top Albania Radio me Sardin. Sardi, si po ndihesh midis nesh? Shkëlqyeshëm, jeni goca shumë të mira, tash e ndjej se do e nxjerrni situatën. Ti ku siklet, jo? Si shon siklet, po tash e ndjej se do më vini siklet. Kështu që jepni. Përgatitur tan. Tani do hym në telefonin e Sardit. Shpresoj të jesh shumë i sinqert kur vjen puna për telefonin, se jo një, po ke 1, 2, 3, 4, 5 këtu që janë xhibra, njëra më shumë se tjetra. Mesazhi fundit në WhatsApp nga kush dhe çfarë? Doni më ja tregu? Po patjetër. E po, jo ta fshish aty poshtë. Jo. Është Fabio. Pret. Fabio duke i thënë, të lutem hajde. Thot Fabio, përshëndetje, si kalon? Unë jam Fabio, koordinatori e Diell dhe Shizoner. Kur të më rrish poshtë, të lutem më bëj një cel dhe të shoqëroj për në studio. Faleminderit. Fabio, je shumë i mirë. Fabio e shpëtove. Faleminderit. Personi i dytë i fundit. Jo, i fundit që ke shkruar deri në vonë. Ka të do me thënë. Ja, se o tregoj pastaj si u thash. Mos trego personin, po vetëm mesazhin. Natë i ka thënë. Përqë se jam shumë mirë. Që mos ta hap. Pse s'më ke thonë, pse s'më ke puth? Pse s'më ke thonë të puth? Se rash në gjumë, i thash. Ka ndonjë chat që e ke lënë në arkiv? Jo. I fshin, ë? Do t'ja tregoj? Po. Se prandaj e kemi të telefoni. Ska, nuk ka. M'pëlqen sa shumë i sinqert. Është një mesazh i shkruar, por kurrë i dërguar. Sa ka dërguar e ka bërë këngë. Jo, s'kam. Po mirë, dërgon kështu, nuk Sardi, sa tjetër, po pse ta shkruaj kodën kur thoj? Ej, un kam plot, kam notët plot. Romanet. Se kisha më unë. Së shpejti Livia vjen me një libër. Mesazhet pa dërguar. Jam dhe duke mësuar të shkruaj shqip, kështu që do vi me një libër me Jasmine. Ne do të presim. Faleminderit. Kështu do jetë, mesazhet pa dërguar. Më pëlqen, super ide. Si titull më burr. Ja, bashkëpunoj tani. Jep ja ta bëj këngë Livia. Si thot kolona sonora, si quhet? Kolona të librit, faleminderit. Kolona sonore. S'di asgjëra. Prap. Sardi, mesazhi më i rrezikshëm që ke dërguar ndonjëherë gabimisht në WhatsApp. Prit, se duhet më kujtohet në një gjë. Ke shar ndonjërin ja keni sa. Ose ke dashur t'ja dërgosh dikujt, po ke ngatruar person, ja ke dërguar dikujt nuk tjetër. para mendoj, më thon drejtën, kështu që duhet mendohemi çik më mirë, kalojmë te pyetja tjetër. Si s'ke bërë ndonjëherë screenshot dhe t'ja çosh një ditë person që i bën screenshot? Po, edhe mund të ketë nodë, po thjesht më kujtohet. Isha gati të thënë si është thjesht i preferuar i Zotit. Si shënon emrat zakonisht në Emër mbi emër. Emër mbi, a ka ndonjë që e veçon me një emoji pa emër që e runi jo, okay, emër mbi emër. Po e moj më shpesh. Mami, babi e kanë mami, babi. Okej. Do shi tjetër gjë ju. Ndërkohë po. Po, zonja jam shumë mirë. Si e ka? Emër mbi emër dhe ajo? Emër mbi emër. Okej. E moj që përdor më shpesh kur filtron. Si? Filtron. Sa shanollë. Sa shanollë. Kur flirtoj, emoji që përdor më shumë. A e disa kesja me këto emoji, t'ju them një të fortë. Un kam shenë edhe mace, edhe nuk është se i përdor shumë emoji, do dal se ku du me dal. Dhe më dërgon babi një moment, i dërgoj babit një foto të një mace që kena dhe më dërgoj atë fytyrën që shkrihet kështu. Nga atë se kisha përdor kurrë, këto kanë fillu këto. Nuk para përdor emoji, përdor këto laughing face. Stikerat i përdor? Stikerat, po. Kur ke bërë stiker ndonjë personazh për shembull, nuk mund ta them se besoj edhe ju keni personazhe që Po ne kemi Enxhin, kemi Inën. Po, kena edhe me njëri tjetrin, po personazhe kështu që janë pak. Kemi dashur personazhe.
Më inside joke, më kështu humoret brendshme nuk mund t'ja them. Na trego telefonatën e fundit dhe me kë, por përveç Fabio, se dim që mund të jetë Fabio një nga këta. Fabio është, po Ja pra se pash aty. telefonata e fundit është me sa çuditshme. Do të thonë, një është një organizatore koncertesh që duhet të firmos janë një kontratë. Tjetra është Jashtë apo në Shqipëri? këtu në Shqipëri. Tjetra është do shkoj të rinovoj kontratën e studios edhe me përdorin e studios. Dhe tjetra ishte me këtë servisin e makinave. Po, punga. kërkimi i Kështu që fundit më në shumë nuk Google. shkoj. Në Google, Po. Hambo. rripi motorit. Ka kontrollu rrifin e motorit. Jeri kthyer ndonjëherë ke një ish? Po, Si e thotë? Na jep një detaj më shumë. po jam rikthy disa Edhe? herë. Jo vetëm një. Sardi. Do Po me janë thënë gjëra që ndodhin me ti beson në Me të rikthime? njëjtën apo tjera? M'falni se këtë tash ishte. me të njëjtën. Domethënë vetëm me një gocë si je rikthyer, si ish. Jam Jo, nuk ka rikthyer. ndonjë raste tjera që Më ka ndodhur dhe rast tjetër, mendoj se ndodh edhe kjo gjë, domethënë masi shkputesh mund të jetë, është gjithmonë kam përshtypjen unë. Ndoj unë. Po ku ka që më është- bukur se të dashurohesh me një njerëz shumë herë. Po shumë mirë, po. Vazhdojmë të kontrollojmë pak telefonin. Fotoja e fundit. Në kamerën do na e tregosh domethënë. Shive, nuk jam të ju bo hile, se kam edhe telefonin tjetër që është më i ri edhe s'kam shumë. Super hile. Na ka çka telefon tjetër mo. Telefoni më i rëndësishëm ndoshta është jashtë. Ne po kontrollojmë telefonin e kapuar. Nuk është asnjë gjë interesante më tregu. Okej, po Ishte fotoja fundit. nuk po e ngacmojmë se duket që do ta tregoj Ina, po unë dua të di sipas teje kontaktin më VIP që keti në telefon. Pa. Kë, numrin e kujt ke? Më VIP se pra, di se sipas teje, kam Sipas konceptit tonë Sipas për VIP. vlerësimit tënd, po. mas vlerësimit tim. Kilo. Një sigurisht e kjo, mua më pëlqeu shumë. Edhe mu si Kilo dhe përgjigje. Eugen Po Herri. mirë. Do na tregosh pak tani personin e fundit që ke kërkuar në Instagram? Kjo Po mos fshi, Ojna, shikoje që Po nuk sa e lumtur mund të jetë e dashura jote tani që ne po të hapim telefonin. Ajo është e Edhe lumtur po i sepse po me përgjigje. Ka marrë përgjigje të Don kështu. Johnny është. Don Johnny. Po. Më duket se ky qen ka një nga bashkëpunimet e tua apo jo? Ah, Se themi dot, po jo, nuk jam fut më kërku kongre re që ka dalë, kështu që të i bëj Okej. marketing Don Johnny. Sardi, dua të di sa persona ke blok në Instagram, do na i tregosh pak? Kam këto indianë që bëjnë tag. Nuk e pash këtë që po vite si përgjigje. Nuk kam, unë s'bëj vlog. S'bëj se se konceptoj dot. Okej, po Një kënga- dy herë kam bo dy kështu që më kanë shoh Fik. me fake në Po pra, Jo, sa je ti? se nuk e ishte i lloj Se si s'ja dhe një gjithë mbaj numër një. Domethënë na kishte fut në një grup, na kishte bë the story, na kishte fut në një grup. Ishim një 10 këngëtare. Edhe se kuptova as llojin e çomës se si ishte I shumë lexon shumë. Sardi Strugaj komentet negative, komentet përgjithësi? Përgjithsisht jo gjitha, po përgjithsisht Je po. një karakter që ndikohesh ose demoralizohesh nga komentet? Shiko, Shiko, varet nga komentet. Domethënë komentet e mira më pëlqejnë kur janë me, domethënë kur janë të shtjellume. Jo kur zot sa i mirë. Okej. Jam mësues, si thosh, nuk është se bëj përshtytje. Por Komentet e këqija, komentet e këqija, pastaj kur janë edhe këto të shtjellume dhe shpjegojnë sepse më kanë i notë ose ku diun, nuk para kam shumë. Mund të më ndikojnë pak, ndërsa këto tjera që janë me traume, pastaj me këto që hapin librin më mekin, thonë drejtën, nuk mund si marr të seriozisht. A thot Sardi. Më thot dikush a kuptot më mallkoj shpirtin e gjithë gjën që pam njoft më bën përqesh a kupton. Ti edhe nuk ekspozohesh se ka sen zoti. A thot Sardi le të dua. Të dua
Duket që mendoj në dy aspekte, domethënë Të dua si njeri. të dua si njeri, Të dua si shok. unë të dua si njeri mund ta them se është gjë shumë e bukur. Në shqip e kena shumë bukur ne. Edhe Ore të dashur, si ja thua prit pra shpejt. tash ti pse 2 orë, i thua si thua. Se ka pyetjen tjetër. Ai ke pa intervistën time të fundit të me kafin. Jam do të rregoj shpejt këtu sot. Jam E pra po të falim ne këtu. Sot Sardi apo sot Sardi? Po ja. pra. Me se do shpejt sta them. E mirë kolega dal do të thëj. Ja, tash s'ka. Po më bëre shumë gabim që e the këtë, e që pasoja pak lutet të animatë tjetër. O Sardi, Si ishte ajo? tali një sekond se do na e thuash tani të lutem se Si e më ka bëri emrin? shumë kurioze. Më bëri shumë kurioze, e Po thua nuk apo e se them, thua? sa them kollaj. Nuk e Okej, e thot, tha, okej. dua si një, Po, dua si mund ta njeri. Po thot si një njeri e kemi gjithë kështu. E kemi për hobi. si mund ta thot një verior të dua fjalën kollaj, ë, se Po mirë, Po okay. mund ta tregoj, domethënë me E tregon. vepra e Si do ta tregoj. tregosh ti? Me Do bësh një dënim. Okej? Do hapësh Instagramin dhe një nga vajzave më të famshme të showbizit shqiptar që ti ndjek në Instagram do të shkruash thjesht të dua dhe kaq. Do shikojmë do. pse Do të po mund hapi- të shkruaj e ke asaj, dënim. jam shumë mirë. Se kush ta dha drejtën me vend dënim ti, s'po e kuptoj. Ma dha Zoti. Ta dha Zoti. Po. Po Ti tani, djalli. po do ta bësh. Po shko bëje. dhe ti ma Zotit. Ua, nuk mund të përdori Zotin në këtë lloj mënyre. Nuk marr seriozisht. Të marr dot seriozisht me ato drejtë në kokë. Lutem, a mund të kalojmë në një tjetër Po ta situatë? bësh apo jo? Se po Pa e bëjmë se s'është ndonjë Po problem. bëje pra me që Si e e kemi bëge në kështu. Instagram. Ja, e kam Ina Pashollari kërkoj. Ina specifik. Hajde, Po pra, e shpëtove. shpëtova. Si e shpëtove në këtë lloj mënyre që herë? I shkruajta Inës. Ina të erdhi? Duket se Edhe unë të dua. Më duket se ta tha në WhatsApp. Jo. Mirë. Hajde tani, ndrojmë çik, Do ta ndrojmë. ndrojmë, po. Na thuaj një këngë që ti e këndon kur nuk ndihesh mirë emocionalisht, po jo këngë që është e jotja. Mund edhe ta këndosh ose na Po. kënaqem tani. Për së ndihem mirë emocionalisht. Po mirë, unë do futem pak Për se së ndihem mirë emocionalisht, s'po më kujtohet më. Pablo Escobar. Business or plan. Apo vjesonte. Stilana. A mund ka në lutem kemi Hajde, disa vazhdojmë pyetje të tjera tjetrën, se për janë Big disa- Brother? Sa këndon Reça, këndon ti. Dëgjoj me vërtet, nuk jam unë kur dëgjoj edhe tekno, Do të dëgjoj ti edhe hip hop motivohesh shqiptar. kur se mirë emocionalisht, a? Po, nuk kam shef ato këngë rëzishme. Sardi apo e ndjek Big Ato këngët e Brotherin? mia. Apo e ndjek Big Brotherin? Si të duket Po, deri tani? e kam ndjek pak, shumë pak atë notën. Startusa. Sigur e re edhe Startuese. pak hapur idenë e pjesëmarrjes tënde në Big Brother. E lash të hapur unë e tregova, nuk e di se si s'u kuptu. E tregova që aty që e thash, mu më intereson, i thash se kjo gjëja përflitet se okay, le të përflitet, ma bëjnë çdo vit këtë pyetje, çdo vit them jo s'ma Po pse pjesë. s'futesh pra? Po nuk dua. Po futu më si do Nuk ishte futem. ti Futu në me lojën në bashk, qendër si do? E fix, ti pse s'u fute, se të kishte dalë emri. Këto pyetjet i ftuari e ti këtu. Abuzo di potere. Ma dha. Ina. Nuk di Po, ta mund të lish. futet Livia. të shkruajmë, Nina. Jo, nuk futem. Shiko, Po, si do ishte ti si një lojtar? se di, ka shumë mënyra, ose do isha nga këta turtit që dalin direkt edhe e meritojnë për dalë, se për çau futa aty. Ka plot urt, për shembull ishte Anita doli gati në finale. Pse un kam idenë që ti do kishe ndjek ato hapat e çiftit të vitit. Po pra, do e Jo, pyesja jo. dhe ona, do e krijonte një romans jo. brenda. Ja, jo nuk Nuk je kaq hermetik se sa ti mendon, sepse domethënë edhe mund je ndodhi, kthy ke ë. ishi, je Edhe shumë më shpirtëror se sa duket. Edhe mund të ndodhi. Kur mos thuaj kur. Te Edhe ishi mund me ndodhi fyr se të fix gjithë nuk them tani. kurr, nuk them kurr Si edhe dihet. po ndodhin nuk s'ke, domethënë po nuk do s'do e kisha bë kurr për me nis me një qëllim tillë, pasha zotën se Po e të kisha kishe bë marrë kurr. pjesë, ti do e përjashtoje që në fillim që nuk do u lidhje domethënë? Nuk do e përjashtoja këtë, po them, nuk e them kurr. Po Nuk do doje. me qëllimin që kjo gjëja hec edhe kjo gjëja mund të mojnë në shtëpi, nuk do e kisha bë kurr.
Po e para kryesorja është që nuk do futesha në shtëpi. Domethënë një thash ose do isha shumë i urt. Të mirë qenë që ti hyre. Ose do isha shumë i urt ose do tregoja një nerv që unë nuk para e tregoj në publik edhe nuk kam shef ta tregoj domethënë. Në fakt je karakter shumë i qetë, në momentin që dikush të ngacmon të provokon ti si reagon? Jam karakter shumë i qetë, po kam nervin nervin e kam të keq, edhe nuk është se kam shumë shef me. Je perfekt për të futur brenda në Big Brother. Ne të dy që kemi meçi me nervat. Nuk është izolimi për mua. Domethënë, kam qenë vitin e parë gati mu fut, pa ta shku, pa ta bëu edhe valizën në momentet fundit kur fillova të e pa veten, sa herë shifja në televizor fillova të e pa veten si sigurisht brenda shtëpis, më kapi shumë sikleti kur i shifsha që fleshin bashk. Ata unë se bëj dot për shembull me flet me 20 veta në një dhomë se bëj dot me vërtet. Do të shmendesha. Fi në sallon ti. Si ishte për ty kjo intervista? Ne u kënaqëm vajza. U kënaqja edhe unë, me thon drejtën, jeni shumë më mirë, shumë më mirë se që prisja se intervistat më janë bë pak të mërzitshme, po sot nuk të kemi zbërthy pak sot. Si ndjehesh? Ndjehesh sikur ti tregu pak më shumë nga vetja? Po, them se po, ja e gjetët mënyrën edhe bravo ju shoh. Sa ishte shumë kënaqësi që ishe sot me ne. Falenderojmë shumë që erdhe. Pafund projektet e tjera nga ty. Nga janari thënë. Po i dam edhe për ne ishte shumë kënaqësi që ishe edhe ti me ne. Për mua ishte hera e parë një kënaqësi shumë e veçantë. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe këtu dhe sa për ju që po na shikoni, do shihemi prap javës tjetër, por në 2026. Faleminderit që na ndoqët dhe Pushime të mbara. Pushime të mbara dhe gëzuar vitin e ri.